Të dashur teleshikues të televizionit Alsat, jemi këtu së bashku me disa talentë të cilët janë nga vendi ynë dhe kanë ardhur nga Parisi, së bashku me 5 medalje në një kampionat mundjeje. Do flasim me secilin prej tyre veçanërisht dhe ata janë Klubi Mundjes Shkupi. Jam këtu së bashku me trajnerin e klubit të Mundjes Shkupi, Yasin Rexhallari, si dhe dy fituesit e medaljeve të arta, të cilët janë Jusuf Zaimi dhe Bamir Sejfullau. Dhe me të tjerët ne do zhvillojmë bisedë pas pak, por duke filluar me to. Faleminderit që jeni pjesë e emisionit tonë sot. Faleminderit edhe nga ana juve që ndatë kohë që t'i shpalosin rezultatet e klubit tonë. Më thoni fillimisht, sa po jeni kthyer nga ky kampionat kaq i rëndësishëm për klubin e Mundjes, gjithsesi bëhet fjalë për turneon Cristo Lute në Paris, nga ku jeni kthyer me 5 medalje, jeni kthyer me rezultate mjaft të mira. Si ishte kjo si eksperiencë për ju? Me të vërtet një eksperiencë fantastike për klubin tonë, pasi që ka qenë një garë shumë e madhe, një turnesh ndërkombëtar, ku ka pasur garues nga disa shtete të ndryshme, ku garuesit tanë kanë treguar karakter të lartë sportiv, gjithashtu dhe teknik shumë të madhe, ku u kthyen me 5 medalje dhe na bën të gjithë klubin tonë, po edhe gjithë përkrahasit tonë krenar. Ju jeni trajnuesi i këtij klubi që, siç edhe shohim, mosha e këtyre garuesve në këtë rast është shumë e vogël. Sa sfiduese është kjo për ju? Është sfiduese, por edhe pse kaq të vegjël në moshë, këto kanë filluar që 3 vite mirën me sportin e Mundjes, por çdo ditë tregojnë disiplinë, karakter të madh në trening dhe kjo na motivon neve edhe më shumë që të vazhdojmë derisa të arrijmë qëllimet që nuk do ndalemi, pasi që në të ardhmen do na përfaqësojnë shtetin tonë edhe në garat evropiane, botërore dhe olimpike. Dhe shpresojmë që të dalim me rezultate po kaq të mira. Shpresoj. Na tregoni pak si ishte për ju si trajner ky sukses, si e pritet, a ishte diçka e pritshme? Ishte e pritshme, pasi që garuesit tonë kanë dhënë maksimumin e trening me përkushtim shumë të madh në trajnime, pasi që edhe në turne të tjerë që kemi marrë pjesë në garat e ndërkombëtare, mundësit tanë kanë arritur me të vërtetë rezultate mjaft të mëdha, pasi që klubi jonë është formuar që 4 vite, por në çdo garë që kemi marrë pjesë në turne ndërkombëtare, si në Poloni, në Slovaki, në Rumuni, garuesit tonë minimum janë kthyer nga çdo eveniment nga 2 medalje të arta dhe shumë medalje të argjenta dhe të bronzta. Do me thënë ju kur shkoni në një garë nuk ktheheni në shtëpi pa ndonjë medalje, pa ndonjë çmim. Deri më tani nuk jemi kthyer, por shpresojmë edhe në të ardhmen që mos të kthehemi pa medalje. Ju, siç duket, ua kanë vlerësuar këtyre të rinjve, talentëve të cilët ju i keni ushtruar që të arrijnë këto rezultate, ua kanë vlerësuar organet kompetente, ata të cilët kanë bërë vlerësimet në këto kompeticione. Po ju si trajnuesi tyre që shihni dhe zhvillimin e tyre të përditshëm, si e vlerësoni performancën e tyre në përgjithësi? Dhe a ka dallime mes asaj që bëjnë në ushtrime dhe asaj që bëjnë pastaj në këto garat përfundimtare? Po, ka dallime, pasi që në garë atje të gjithë shkojnë që të fitojnë medalje. Por disiplina e madhe e klubit tonë, ajo që mundohen të bëjnë një ekip i vetëm, ajo më në fund i shpërben me medalje të arta dhe të argjenta, gjithashtu edhe me të bronzta, pasi që me të vërtet ka qenë një konkurrencë shumë e madhe atje, sidomos për stafin e klubit, për neve trajnerat, është me të vërtet një kënaqësi dhe ndjehemi krenar që sportistat tonë janë kthyer nga një eveniment shumë i madh me 5 medalje. Meqense jemi tek medaljet, unë do doja që ta fillojmë nga ata të cilët kanë marrë medalje të arta, të cilët i kemi këtu. Bëhet fjalë për Jusufin dhe Bamirin. Faleminderit që na keni nderuar fillimisht dhe që jeni edhe pjesë e emisionit tonë sot. Do doja që t'ju pyes që në fillim se çfarë moshe keni ju? 9 vjeç, 10 vjeç. Si ka qenë kjo eksperiencë për ju? Si e keni përjetuar emocionet? Shumë mirë. A keni pasur emocione përgjatë zhvillimit të garës? Po. Keni më shumë emocione tani që e bëjmë intervistën apo atëherë kur keni qenë në mundje? Kur kemi qenë në mundje. Po mirë atë. Si ka qenë për ju? Për ne ka qenë mirë. A i prisnit këto rezultate në momentin kur keni qenë atje dhe menduat që okej, unë doja dalë dhe doj fitoj këtë garë? Po e kemi pritur sepse në trening e kemi edhe në maksimumin. A në të njëjtin mendim dhe ti?
Po. Jeni të lumtur që këto medalje e keni të dy në të njëjtën kohë ose keni pak kështu konkurrencë mes veti, do doni që të ishit veç njëri që e kishte këtë medalje të artë? Jemi të kënaqur sepse të dytë morëm vendin e parë. Po, jam i lumtur dhe për këto rezultatet e mia të gjitha që nuk janë fund për mua. Unë doa që të bëhem i pari Olimpiadës, i shampion olimpik dhe botëror e tjerë. Më thoni pak, ju sapo jeni kthyer nga Parisi. Parisi është i bukur, i ka të gjitha të mirat, na pëlqen shumë që të shkojmë ta vizitojmë, por asnjëherë s'kemi qenë për të garuar. Si ishte atmosfera atje, duke qenë se ka pasur dhe shumë shtete të tjera të cilat kanë qenë pjesëmarrëse dhe shumë mundës të tjerë të cilat kanë qenë të talentuar. Si e keni përjetuar atë vend atje, atmosferën përgjatë zhvillimit të garave? Shumë ishte dhe kemi vizituar disa vende. Ishte edhe kollaj fejdit. Kemi qenë. Dhe bërëm shokë. Kështu që nuk ka konkurrencë në këtë rast, ju bën një shok edhe me ata të cilët i keni kundërshtar. Po. Ju keni fituar medalje, siç edhe shohim të arit. Si ishte ky moment për ju? A ishit të gëzuar, a ishte diçka e pritshme, a ishte diçka që nuk e kishit menduar ndonjëherë se do e arrini? Si ka qenë për ju? Unë kënaqem shumë sepse zura në vendin e parë. Po, dhe unë. Dhe prisi. Dhe e kom prisi sepse kemi ushtruar shumë, kemi me dhe maksimum. Cili është qëllimi juaj kryesor në mundja? Do e zhvilloni këtë dhe si profesion në të ardhmen? Ose do a bëj njërë këtë pyetje kështu të thjeshtë? Çfarë do bëni kur të rriteni ju? Kampion olimpik ose botëror. Dhe unë. Kështu që me qëllime I pari shampion olimpik dhe shampion botëror. A mendoni se ky rezultat është ajo kryesorja, piku I karrierës tuaj ose mendoni se është vetëm fillimi? Ja, vetëm fillimi është ky. Vetëm fillimi është. Duke se këto të rinj janë mjaft ambicioz. A janë ambicioz me vetbesim dhe të tillë edhe përgjatë periudhës së provave ose kanë edhe ato pasiguritë e tyre ndonjëherë? Po në trening janë shumë me pasion shumë të madh, pasi që ndoshta është edhe nuk e kanë atë përvojën nëpër mediume dhe kanë më shumë emocione, kurse në trening janë shumë më të gjallë dhe më aktiv. Çuna, unë ju falenderoj shumë që siç edhe thash në fillim na keni nderuar vendin me këto medalje dhe shpresoj që t'ju intervistoj në raste të tjera kur do fitoni edhe në Olimpiada, siç edhe tha, meqense ky ishte qëllimi juaj kryesor. Jam këtu tani me Raunar Ramadanin dhe Eren Murtezin, të cilët po ashtu ishin në top 500 e kësaj gare, njëri me medalje të argjend dhe tjetri në vendin e 5 mes të gjithë këtyre vendeve garuese. Faleminderit çuna që jeni pjesë e emisionit tonë sot. Do doja ta filloj pyetjen nga trajneri, po ashtu një sukses edhe ky. Si e keni përjetuar suksesin e tyre? Me të vërtet një sukses I madh, pasi që me të vërtet ka qenë një garë shumë e madhe, një turne ndërkombëtar ku ka pasur më shumë se 10 shtete të ndryshme, mundësit tanë kanë treguar karakter të lartë dhe teknikë të jashtëzakonshme, pasi që të arrish deri tek medalja me të vërtet nuk është edhe aq e lehtë. Dhe meqense jemi tek medalja, do doja që ta pyes Raunarin, si ka qenë kjo eksperiencë për ty? Dhe në fillim, përpara se të të pyes për eksperiencën, ma thuaj të lutem sa vjeç je? Unë jam 8 vjeç. Më thuaj tani si ka qenë kjo eksperiencë për ty? Si e përjetove ti? Kjo eksperiencë është shumë mirë sepse kemi bërë shumë shokë të ri. Po vetëm për shokët u kënaqe ti, s'u kënaqe për medaljen? Po, edhe për medaljen. Kur e more medaljen e argjendit, a mendove se pse nuk e mora atë të artën, për shembull? Mendova sepse Se besoj se ai ishte qëllimi kryesor, apo jo? Ndërkohë këtu kemi dhe Erenin I cili është në top 500, duhet thënë, një sukses edhe ky në vete. Si ndjesh, më thuaj fillimisht sa vjeç je dhe si e ke përjetuar ti të gjithë këtë eksperiencë? Kjo eksperiencë ka qenë shumë bukur. Kemi pas turnirit kemi ardhur këtë me medalje, kemi vizituar vende dhe kemi bëu shok të ri.
Besoj se këtë punën e shokëve të ri po e shijojnë shumë këto të rinj. A e kanë këtë mungesën e kësaj idesë të konkurrencës edhe për gjatë garave? A bëhen më shumë shokë se sa konkurrent në këto gara? Po pasi që përfundon gara, këto përshëndeten me njëri tjetrit, pastaj në garën në Paris, pasi që na kanë pritur ekipi, dua të falenderoj edhe ekipin nga Parisi që na ka pritur për 5 ditë atje. Kanë pasur mundësinë që edhe të bëjnë treninge të përbashkëta, të ndrojnë eksperjenca të ndryshme dhe ata shokët si do kundërshtarët e tyre i kanë dërguar në vende të ndryshme të Parisit, pasi që është një ndër qytetet më të bukura evropiane. Dhe në botë, duhet thënë. Edhe në botë. Dhe është më tepër që pikërisht nga ky qytet i bukur vi me këto rezultate të bukura. Eren, do doja të të pyes, si ishte momenti kur dole i pesti? A ishe i mërzitur ose ishe i kënaqur me rezultatin që kishe arritur? Mendova se do të marr vendin e parë, po kemi ushtruar shumë në trening, e kemi dhënë maksimumin, po çaq shpata fat. Pse mendon se fat? Po, A ishte kundërshtari shumë i fortë? po, kundërshtari jem nga Rusia dhe rezultati që unë bëun 8-6. Po sërish rezultate të mira, meqense dhe e përmende këtë punën se ju ushtroni shumë fort. Sa kohë përgatiteni përpara këtyre turneve? Që një muaj jemi përgatitur. Kur pa e se edhe antarët e tjerë të klubit me të cilin ishe edhe ti morën medalje. Si ishte kjo eksperiencë për ty, sepse besoj që meqense keni bërë shok të huajt, jeni gëzuar shumë edhe për tuajt, apo jo? Jemi gëzuar shumë. Eksperienca ke shumë e bukur. A ndjehe atje konkurenca mes garuesve? Po, Si mendon, a ndjeshte atje konkurenca mes garuesve ose ishi të gjithë shok dhe nuk e interesonte fare se si do dalin rezultatet? Po, Meqense ju keni arritur një rezultat mjaft të mirë, të dy, cili do jetë synimi juaj për rezultatet e ardhshme? Çfarë do doni që të arrini tjetër? që të morim vendin e parë dhe një kupë për neve. Për ty? unë shpresoj që të bëhem kampion olimpik. Janë të gjithë kaq të motivuar për më tepër. A është kjo një punë, një pasion në fakt që vinë vetëm pasi fitojnë këto gara, ose është diçka që i shoqëron ato gjatë gjithë eksperiencës së tyre si mundës dhe deri në momentin që ndoshta vendosin dhe ta lënë? Mendoj se ne si stafi trajnerave ja u kemi mbjellur në kri që të ja kthejmë mundjes krenarin para shumë viteve, pasi që mundja është edhe sporti më i trofeshëm në historinë e kombit tonë, pasi që kanë fituar medalje nga gjitha kampionatet e ndryshme, si kampionatet botërore, evropiane dhe olimpike. Mundja i ka sjellur vendit tonë medalje nga gjitha kompeticionet, po shpresoj që me këtë gjenerat, po edhe me gjeneratat më të reja që vinë për çdo ditë në stërvitje, shpresojmë që t'i kthejmë rezultatet që janë arritur dikur. Si mendoni ju, a merren shokët dhe shoqet tuaja mjaftueshëm me sport? Jo, Pse mendon kështu? Jo, mua më pëlqen se e tha shumë direkt, sepse me të vërtetë ashtu është, dhe kur e thot një i cili është pikërisht moshatar me to, vlen më tepër. Pse mendon kështu? si kanë qef sportit. A do a kishe sugjeruar ti mundjen? Po, Po në një sport tjetër? jo. Po për ty si qëndron kjo puna? A do kishe dashur që të gjithë shokët dhe shoqet e tua të bëheshin vetëm mundës, ose do i kishe lejuar dhe ndonjë sport tjetër? Do i kisha lejuar me një sport tjetër. Po çfarë për shembull? Futboll, basketbol, tenis, e tjera. A mendon se merren mjaftueshëm me sport ato? Se di. Tani ti dëshiron që këto të mos bëhen mundës, që të mos kesh ti konkurrencë, ose dëshiron që të gjithë sportet të kenë sportistë të mirë? Të gjitha sportet Të kenë sportistë të mirë, apo jo? Dhe nga të gjitha anët të dalim në kampion. Çuna, ju falenderojmë shumë për këto rezultate mbi të gjitha dhe që ishit dhe pjesë e emisionit tonë sot. Jam këtu tani me Zaim Zaimin dhe Harun Mehmetin, të cilët po ashtu kanë dalë mjaft të suksesshëm nga ky turne dhe kanë ardhur në vendin ton së bashku me medaljet e tyre të bronzta. Faleminderit edhe një herë që jeni pjesë e emisionit ton sot dhe faleminderit për këto rezultate të cilat na kënaqin ne si vendas.
Trajner, kisha një pyetje për ju. A keni lënë ndonjë medalje për ato tjerët atje ose të gjitha medaljet i keni marrë ju? Po, ka pasur edhe nga vendet e tjera që kanë marrë medalje, pasi që çdo kush ka garuar në peshën e vet, gjithashtu edhe garuesit tonë çdo kush ka garuar në peshën e vet. Për shembull, Zaimi ka garuar në kategorinë deri 41 kg, ku ka pasur një konkurrencë mjaft të madhe. Harun Mehmeti ka garuar në kategorinë 35 kg, ku me të vërtetë ati ka edhe pse pa 4 fitore dhe me një humbje, po u desh në fund që të pajtohet vetëm me vendin e tretë. Ndonë se në moshë të re janë me rezultate kaq të mëdha. Më thuaj pak sa vjeç je? Unë jam 12 vjeç. 12 vjeç. Jeni vetëm 12 dhe jeni në fillim të karrierës tuaj. Më thoni pak, si e përjetuat këtë turne të cilin sapo kemi lënë pas, si ishte kjo eksperiencë për ju? Kjo eksperiencë për mua ishte shumë e mirë, sepse u kthye me medalje dhe kemi vizituar plot vende të tjera, kemi bërë shoqëni të re. Për ju? Eksperienca ime është shumë e mirë sepse më dha vendin medalje e re, por përveç turnirit vizituam dhe disa shokë që i kishim aty. Sa varet konkurenca mes të gjitha atyre të cilat janë pjesëmarrës aty? A jeni të gjithë shok ose ka edhe ndonjë xhelozi të brendshme kështu? Unë kam dhe shok, po nuk kam. Ne kam shok aty. Ju, kur ishit ndërkohë që ishit duke i realizuar garat, a prisnit se do dilnit me fitues të medaljeve të bronzit? Po prismi sepse kemi dhënë këtë mundin në trening. Po unë prisja që të kthej me medalje, shpresoj që të marr vendin e parë, po nga konkurrenca e madhe rritet të marr vendin e tretë. Gjithsesi nga klubi juaj kemi të gjitha medaljet. Unë jo më kohë të pyetja dhe trajneri na keni lënë ndonjë për ato të tjerët. Besoj se dhe ky fakt ju gëzon shumë. Po, më gëzon. Na gëzon shumë. A e keni menduar, me qenë se ju jeni pak më të rritur se ata të tjerët, a e keni menduar që ta vazhdoni dhe në mënyrë më profesionale dhe ta shihni si sport të ardhmes, si një profesion të ardhmes këtë sport që jeni duke realizuar për momentin? Po, normal. Po, unë mendoj që të bëm profesional në këtë sport. Cilat janë qëllimet tuaja kryesore për të arritur në këtë sport? Qëllimet e mia kryesore janë që të bëhemi palë olimpiadës. Qëllimi në këtë sport është që të bëjmë shampion olimpik. Duke sikur të gjithë i kanë qëllimet e njëjta, sa sfiduese është për ju si trajner që ta realizoni këtë dhe t'i ndihmoni atyre që të realizojnë ëndrat e tyre? Pra qëllimin e gjithë sportistave me të vërtet, pasi që lojrat olimpike janë edhe qëllimi kryesor i çdo garuesi që futet në sport, ashtu si që cekëm edhe më herët, në sportin e mundjes janë arritur të gjitha rezultatet, si nga kampionatet olimpike, kemi medalje nga kampionatet olimpike. Ne për çdo ditë, pasi që inspirohemi edhe nga e kaluara, që sporti i mundjes me të vërtet na ka sjellur shumë medalje nga çdo kampionat dhe kanë edhe inspirim nga kombi jonë që janë Shaban Sediu, gjithashtu edhe Shaban Tërstejna që është kampion olimpik, ku me të vërtet garuesit tonë janë shumë të përkushtuar në sport, e kanë morur me mjaft seriozitet, ku vazhdojmë prej çdo gare, prej çdo gare ndërkombëtare ato na kthejnë me medalje të arta, të argjenta. Çfarë mendoni se i bën këto mundës kampion? Çfarë i bën ata që të jenë fitues në këto gara dhe këto turne? Mendoj që karakteri që e tregojnë sportiv, mentaliteti që atje çdo kush shkon për të fiton medalje, por këto me të vërtetë kanë edhe mentalitetin fitues, kanë fituar një mentalitet fitues, pasi që në këtë moshë të re, këto garuesit me të vërtetë kanë marrë eksperiencë mjaft të madhe, pasi që me të vërtetë kanë marrë pjesë në për shumë gara ndërkombëtare. Kjo nuk është që në të kaluarën ka ndodhur edhe për shtetin tonë që të marrësh pjesë, sidomos kjo për shtetin tonë që të marrësh pjesë me 6 garues dhe të kthehen me 5 medalje, kjo ndoshta nuk ka ndodhur asnjëherë në shtetin tonë. Dhe të gjithë jenë në top 500 mbi të gjitha. Dhe të gjithë jenë aty në pjedestal dhe të garosh për medalje është me të vërtetë
e madhe për vendin tonë. A janë këto rezultate të pritshme për ju si trajnues kur përpara se të niseni, një ditë para se të niseni duke i parë performancat e tyre deri në atë moment, a mendoni se ne do kthehemi me medalje sepse kemi parë se si janë zhvilluar ushtrimet deri më tani, ose keni pas ndonjë mendim deri atëherë që ndoshta dikush do çalojnë në ndonjë aspekt? Mendoj pasi që me të vërtet mundësit tanë japin maksimumin në trening, por kur e kemi parë që konkurenca do jetë shumë e madhe, pasi që ka pas edhe garues nga Rusia, nga Moldovia, që janë fuqi botërore në mundje, kur kemi pasur që konkurenca është mjaft e madhe, por mundësit tonë kanë dhënë gjithçka nga vetja që nuk u kthyen asnjëri pa medalje. Unë mora mendim dhe nga dy parafolësit, do doja që të marrë mendim dhe nga personat të cilët, mundësit të cilët i kemi tani këtu, për atë se sa merren të rinjt me sport. Do doja fillimisht një përgjigje nga ju. Sa merren sipas jush të rinjt me sport sot? Jo vetëm me sportin e mundjes, por në përgjithësi dhe me sportet e tjera. Në përgjithësi, me sportet e tjera ka më shumë që mirën, sidomos me futboll, me basketboll, pasi që nuk është sport luftarak dhe por çdo kush që mendon që e ka atë karakterin luftarak, unë i ftoj që të vinë në sportin e mundjes dhe pasi që me të vërtet neve si komp na shkon për dorë, pasi që me të vërtet kemi arritur shumë në sportin e mundjes, kemi marrë medalje shumë dhe shpresoj që edhe në të ardhmen të vazhdoj, kurse ne edhe pse jemi një klub i ri që kemi filluar gati 4 vite, por faleminderit edhe nga ana e mediumeve që na përkrahni, që i shpalosni rezultatet e tona dhe për çdo ditë vazhdon edhe shtohet interesimi për sportin e mundjes dhe për çdo ditë kemi sportistë të rinj në palestër. Çfarë duhet të kenë parasysh të gjithë ata të cilët dëshirojnë që të fillojnë në sportin e mundjes përpara se të fillojnë? A ka disa karakteristika të cilat i kanë këto mundës të cilët duhet atë patjetër që t'i përmbushin disa kritere? Ose mjafton vetëm dëshira? Mjafton vetëm dëshira, duhet të jetë pak me aftësi fizike më të fuqishme, pasi që është edhe sport luftarak, po gjithashtu në sportin e mundjes duhet të jetë i kompletuar si nga ana fizike, si nga ana e teknikës, si nga ana e taktikës, por në trening ato vetëm se i fitojnë të gjitha. Po ju si mendoni, a merren bashkëmoshatarët tuaj, pak më të rritur, pak më të vegjël, mjaftueshëm me sport? Po, miren, po ka dhe që nuk miren. Po, disa miren, o disa s'miren, por gjithë klasa ime më miren me sport. Më vjen mirë që dëgjoj përgjigje kaq, disa po, disa jo, kështu që ka dallime, por rëndësi ka që kemi një leramani edhe në këtë aspekt. A mendoni se ky suksesi juaj apo dhe në përgjithësi sukseset të cilat vinë tek sportistët në vendin tonë, ngjallin interes që të interesohen edhe më tepër të rinjt të cilët duan që t'i futen një sporti, për ta menduar atë si një ditë mund të jenë ata në atë pjedestal? Mendoj që po, pasi që ja vetëm se prej garës së fundit që kemi ardhur, me të vërtet salla ka filluar të mbushet për plot me sportista të ri. Gjithashtu dua të shpreh falënderim nga gjitha mediumet, si dhe mediumi juaj që i ka shpalosur rezultatet e tona, që të shkojë tek çdo shikues, të ta ndëgjojnë për rezultatet dhe shpresoj që në të ardhmen të ketë edhe më shumë interesim tek sporti i mundjes. Për ne është kënaqësi gjithmonë që të flasim për gjëra kaq të bukura. Më thoni pak, cilat janë synimet e të ardhmes për klubin e mundjes Shkupi? Di se keni edhe një garë menjëherë pas disa ditësh. Pas disa ditëve na pret edhe kampionati shtetëror, ku shpresojmë që të shpallem edhe kampion, edhe si klub, po edhe të kemi përfaqësues sa më shumë që ta përfaqësojnë shtetin në kampionatin evropian që të mbahet këtë vit në Itali, ku shpresojmë që 5 garuese nga klubi jonë të futen në reprezentacionin e Maqedonisë dhe të na gëzojnë me medalje nga kampionatet evropiane. Ne ju dëshirojmë shumë suksese dhe shpresojmë që radhën tjetër të zhvillojmë një intervistë, një bisedë me kampion siç i kishim dhe sot, dhe pse jo dhe me kampion Evrope dhe pastaj dhe botëror. Ishte kënaqësi për ne dhe gjithmonë kënaqësi për ne si televizion që të mbështesim dhe të njohim dhe publikun e gjerë me rezultatet kaq të mira të gjithë klubeve, qofshin ato të mundjes apo në ndonjë sporti tjetër. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe nga ana juaj.